Miq, e ndëgjuat vetë lajmin. E vërteta triumfoi. Ndaj dhe një mirënjohje të pakufishme për presidentin Trump që i preu kokën qarprit Soros në Washington. Po një mirënjohje thellë për të gjithë ju që qëndruat, nuk u mposhtet, edhe në kohërat më të vështira ju votuat Partinë Demokratike. Nuk pafundësisht mirënjohjes mbetëm mbaj jush. Me 11 maj, Shkodra dhe Shqipëria ndanë hap një kapitull të ri. Ndahet nga një diktatur, rivendos dignitetin e qytetarëve, mbi të gjitha, kthen shpresën, kthen besimin, kthen dignitetin, kthen të ardhmen e qytetarëve të vetë, kthen të ardhmen, shpresën dhe besimin tek Shkodra dhe Shqipëria. Rrof shiu, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore.